Passo Mondial në Top Albania Radio. 9 korrik 2026, jemi 10 ditë përpara finales së madhe të botrorit. Sot fillojnë ndeshjet çerek-finale, do flasim për Francë-Marok që luhet në orën 10. Përshëndetje të gjithëve nga Top Albania Radio, nga Passo Mondial, jemi live edhe në digital në Sport News me Arcani. Mirëdita. Aladin Stafën. Mirëdita. Dhe Livia Brungër. Përshëndetje të gjithëve. Si shkoi kjo dita pushimit? Ju ka kaluar mirë pa futboll apo jo? Unë ndjeva mbas 26 ditësh mbas pa futboll. Si u duk një ditë pushimi pa ndeshje? Duhesh fakt. Duhej. Ja vlen ta. Jo, për mua nuk duhej fare. Unë nuk s'kishim ç'bëni, nuk e kuptoj. Ishte pak e çuditshme, unë ndjeva pak bosh të drejtën pa. Ja, të do thoja edhe unë. Botrorit edhe ishte mësuar, ishte. Nga njëherë do të bëj cool down me bëj summary. E kupton, duhet me tak lexon diçka gjëra përmbledh çik, e kupton, duhet çik kështu para se me fillu të tjera. Kanë mbetur 4 ndeshje çerfinale, 2 gjysmëfinalet, 6 dhe 2 një vend i tretë finale 8 ndeshje, dhe 8 ndeshje deri në përfundimin e këtij. Nga një ndeshje në ditë, domethënë tash çerfinale. Përveç një ndeshje që ishte në orën 3, më duket Argentina është në orën 3, po. Me Zvicrën, gjithë të tjerat ishin orare më të arritshme. 9:10, po. Franca është ose në 10. Nesër është në 9 është Spanja me Belgjikën, të shtunën është 11 është Anglia me Norvegjin. Po, Anglia me Norvegjin në mëngjesin e të dielës, pastaj është besoj një arsye për këto orare është edhe se skuadrat janë europiane dhe janë përshtatur me oraret e Europës. Në një kohë rezumesh paktën në këtë ditë pushimi, u pa që europianët janë përsëri kryefjala e botrorit, sepse kanë çuar 6 ekipe në 8 më të mirat, duke rritur numrin me 1 në krahasim me botrorin e kaluar ku mungon Brazili dhe unë do të thoya Zvicra, si për të thënë, ose Norvegjia, mund të themi. Teorikisht 6, ndoshta praktikisht 7, ekipin e Marokut e shoh si më europian. Ato janë të gjithë lojtarë që janë formuar në akademitë e Spanjës, e Francës, Belgjikës, nga familjet që kanë qenë në këto vende, kështu që besoj që të gjithë lojtarët e formuar në këto vende janë një produkt europian, kështu që dhe Marokun edhe mënyra e tyre lojës shumë dinamike, edhe shumë taktike. Po lexoja një statistikë që thotë 93%, 94 gati, 93.7 më eksakt, e lojtarëve që kanë mbetur në botror luajnë në Europë. Pra 196 futbollistë nga 208 që janë në botror aktualisht, pra nga 8 ekipe që kanë mbetur. Do të thonë një dominim i Europës i frikshëm. Ka sens sepse lojtarët më të mirë që prodhojnë latinët, patjetër që shkojnë në Europë për kontrata më të mira, se edhe aty në këto shifra është shumë, domethënë është një shifër e egzageruar, 93.7, nuk ka qenë asnjëherë. Mua vjen mirë, them drejtën, sepse është anetemuar pak kjo pjesa që Europa ka pas probleme të shumta, edhe në futboll, duan ta bëjnë pak futbollin global, edhe me zhvendosjen e botrorit sa në Katar, tani në Amerikë, dhe besoj se Europa po tregon që ai është djepi vërtet i futbollit, edhe ku ka futboll të mirë është gjithmonë në Europë. Europa çon në botror 33% të ekipeve, domethënë 33% është një vlerë shumë e vogël në krahasim me çfarë i jep Europa botrorit dhe çfarë merr nga botrori. Imagjino në botrorin e parë nga ekipet europiane, atëherë kanë qenë më pak, po shkonin gati 75%, dhe gjithmonë kontinenti i Europës vjen duke zbritur në nivel në krahasim me vendet e tjera. Rritet Amerika e Jugut, rriten këto vende aziatike, të ndryshme Afrika, por Europa vetëm 3 vende përfitoi nga rritja në 48 ekipe, nuk është se përfitojnë në një gjë të madhe. Dhe kampionati më i suksesshëm është Premier League, besoj. Dhe Premier Liga është kampionati më i suksesshëm, duke qenë se edhe është më i lodhshëm, të gjithë thonë është më i lodhshëm, por as kapiten lojtarët, ama 65 lojtarë vinë nga Premier Liga deri në këtë fazë. Dhe me shumë mundësi, edhe në raundin tjetër do jetë kampionati më i përfaqësuar. Po, pastaj ka nivele tjera menaxhimi të kombëtarëve, domethënë, po ndoshta flasim më vonë për pjesën. Po minutat njësoj bën. Pjesën se si rekuperojnë lojtarët, edhe po ndoshta ke pjesa dytë mund ta shohim ato detajet e tjera. Shohim më vonë. Kampionati më i përfaqësuar është Premier Liga me 65 futbollistë, dytë është Spanja me 39 lojtarë, pastaj vin Franca, Serie A dhe Bundesliga me nga 21. Franca ishte në vendin e tretë, po. Okej. Lojtarë që janë aktualisht, që kjo renditje është edhe në kampionatet në respektiv që kanë këto në kupat europiane, pra është Anglia, Spanja, për lojtar është Franca e para. Nëse vjen në Evropë për kampionatet, Franca ka më shumë lojtarë në kampionatet europiane se sa çdo skuadër tjetër. Për shkak të francez. Ato prodhojnë për shkak të prodhimit të që kanë lindur në Francë. Ora, kanë lindur në Francë. Lojtar francez që luajnë në Itali, Premier League, në Spanjë, pra numri më të lartë të futbollistëve që luajnë
të një vendi evropian që luajn jashtë në kampionate të tjera është Franca. Është me statistikë. Okej, e kuptova. Kuptoj çfarë po them. Që nuk ka lidhje me botrorin, domethënë. Po pse? Ishte ideja jashtë për te botrorit, folëm jashtë botrorit. Botrorin e kuptuam tash, e morëm vesh. Ideja është këto interesante një gjë tjetër, se po nxjerrën statistikat që nxorra, nga 6 ekipet evropiane që janë kualifikuar deri tani, vetëm 2 lojtarë nuk luajnë në Europë. Që është Theo Hernandez dhe Ivan Toney që luajnë në Arabi Saudite. Po, një anglez, tjetri francez. Në kuptoj, gjithë pjesa tjetër janë. Po kjo çfarë tregon? Kjo tregon se janë shumë lojtarë që luajnë në Arabi Saudite, pra tregon që trajnerët nuk i besojnë më lojtarëve që luajnë në Arabi Saudite dhe marrin lojtarë që janë kompetitiv në kampionate të forta. Edhe kjo është shumë pak, se ato kanë blerë shumë myje, po këtë po këtë po them pra. Po them që ka lojtarë që kanë hik shumë nga që luajnë në Arabi Saudite të shumë shteteve që janë edhe në të sigurisht në fund të karrierës. Në çerek finale dhe trajnerët e kombëtarëve nuk i preferojnë për të marrë ekip kombëtar. Po kupton, këtë po shpjegoj. Futemi pak te dueli i sotëm, se është ndeshje shumë e bukur, ndoshta për thënë vërtet më duket më interesante nga 4 duele. Jo, po luan pavarësisht se Maroku se po fillojnë parë. Po, vazhdo. Përderisa Maroku, okay, edhe pse në tavolinë doli kampioni i Afrikës, po normalisht me penalti më duket u humbën me Senegalin apo me lojë tregut, në shtesë. Fitoi me golin e Gueye. Finale Senegali, po në gol me shtesë. Diaz humbi penalti. Shkojnë në shtesë dhe në shtesë pastaj morën në letër, po më duket vazhdon një proces gjyqësor. Për të thënë që të gjithë e prishin që të metoda Maroku, po për çu di fitoi Senegali, po themi që është ekip në kampioni i Afrikës, e kupton, nuk është ekip përgjithësisht, po. Është ekip elit, por ama sot mëngjes ke lajmet e Francës, të gjithë gazetarët. Pra, këndal me se fjalëmet kryesore janë që Franca nuk ka të drejtë të gabojë. Ja pa droit d'erreur ishte në frëngjisht, kupton? Franca nuk ka drejtë të gabojë. Pra që edhe pse është Maroku që është Maroku, kupton, po edhe sidomos e Marokun, kupton, Franca nuk duhet të mundet. Mos gabojnë në botrorin e fundit, Franca e mundi 1-0. Po, 1-0 apo 2-1. 2-1 me gol Theo Hernandez për golin e dytë. Ka bërë një ikje ai, atë mbajmë atë ikjen e Mbappé bëri një kalim shumë nga krau që se ndalte dot asnjëri. Ishte rritjen e Marokut ka qenë me të vërtet ky ekip ka bërë shumë mirë që nga moshat e veta, edhe ka vazhduar që ka bërë shumë mirë në skautimin e lojtarëve. Unë lexova që shumica gati gjithë lojtarët e Marokut asnjëri nga ato nuk ishte formuar në Marok. Edhe ky është një tregues i qartë që skautimi ka funksionuar, skuadra është bërë më kompetitive, është bërë më tërheqëse për lojtarët, sepse ka lojtarë si Hakimi, si Diaz dhe shumë lojtarë tjerë që kishin mundësi që të zgjidhin kombëtarë të tjera dhe kanë zgjedhur Marokun. Shumë lojtarë aty që mund ta zgjidhin një kombëtar tjetër. Talentin më veçare kishte një kapiteni i Francë. Po ai kishte një, pra shiko, po ti marrim këtë djalin më veçar, Haalandin, po dhe shumë të tjerë, ato që i kanë bërë futbollist janë disiplina dhe familja. Familja është e para. Pra ky djali, ky ka pas teatrin, ka pas drejtor të sporteve në një bashki në Francë, në një qytet. Më manë sigurisht edhe kështu në administrat, pra njerëz me intelektual, kupton, dhe kanë arritur që në vegjëli me not, me gjimnastik, me të gjitha sportet, e pastaj kanë vendosur të shkojnë nga futbolli me mësime shumë mirë. Pra, nuk janë arsësore këto që zhvillohen. Ose për shembull Haalandi, se edhe norvegjisë ishte i bukur për shembull, janë që unë nuk e dija para 3 ditësh më vesh, 3 lojtarë norvegjisë, baballarët tyre kanë qenë në 94 në 11. Pra edhe kjo dhe ai thoshte për shumë e bukur pra. Dhe nga mos dali, pra çfarë them me këtë? Kjo është fëmijët atje. Kjo është e përgjithshme edhe për këto që për prindërit që janë këtu, domethënë që kanë fëmijët që duan të shkojnë në sport. Pra çonin sport që para të marrë sport. Mund ta çosh 2 herë në not, mund ta çosh 2 herë në taekwondo, etj, pra që të bëj sporte të tjera, dhe në qoftë se ka pas ato të tjerë që kanë pas prindit gamin, po ka dalë futbollist, po është çik kështu ajo, domethënë pra geni qëndron, kupton? Pra mos i bëni me zor. Pra lëre fëmijët të bëjnë sportin e tyre që jo futbollist me zor. Jo futbollist me zor, kjo është ideja. Pra lëre dhe Haalandi për shembull geni që thoshte, unë nuk e dija për shembull që nëna vet pastaj që janë kampione pentatloni, atleta. Po, e vërtet. Pentatloni tani dihet se çfarë niveli ka. Kjo është dhe një nga arsyet që ai mban mbi emrin e mamit, ke bluza edhe të mamit edhe të babit. Po sepse është fikërisht domethënë geni tyre të dyve, prindërve që kanë nxjerr këtë monstër në thonjza, monstër po them pozitive në sensin futbollistike, po. Është makineri është edhe sot presin shumë francezët nga Mbappé. Sepse ai është
lideri i këtij edicioni të Po dyshim Deschampi kishte thënë që jam krenar që kam një kapiten. Është si general, se jep dhe urdhra. Po tani është probleme. Jep dhe urdhër arbitrit, urdhër gjithë tjerë aty që punonin fushën, do ishte ka fituar një lloj. Ju do të keni fol domethënë këtu, po mënyra se si e menaxhoi Franca në Paraguain është për të hequr kapelen. Nga aspekti nervor, domethënë sepse ato provokime nuk mund t'i marrin gjithë kollaj. Dhe ato që tha Mbappé, që pastaj mori ato se do thonë edhe këto politikanët. Më fal për shprehjen, këto senatorët gala, e kupton të bëjnë sikur marrin vesh nga sporti, edhe nga ajo pastaj kërkoi falë, pastaj foi duke thënë Celesta Maria jo të Paraguajt. Po, dhe pastaj foi duke shpjeguar që po shikoj se domun kam jetuar në Francë, kam jetuar më kështu pra ajo dhe ai tha tamam, pra ato që ne e dim kush ka luajtur futboll, e di. Nëse do jesh fair, lyn fair. Nëse do të bësh dim dhe ne të lym pisë. Po patjetër, s'e dikan më. Po. Se shkelmin fyt gjithë. Mirë, po kur i shikon këta lojtarët që janë me kualitet me kështu, ti mendon që ata nuk din të godasin poshtë ripit, si më thënë, si thon boksierët. Po sepse jam mësuar që luajnë me po se jam mësuar që jam mësuar në kampionate ku ka respekt. Mua më pëlqeu që Mbappé tha, shikoj se po të jetë puna për ashtu, vazhdojmë dhe ne, do dim dhe ne të kalojmë ke krau tjetër. Po se është edhe niveli teknik. Nëse një lojtar ka një nivel teknik të lartë, nuk i nevojitet që të bëjë një lojë të pjesë deri diku. Ai më shumë do tregoj aftësitë e tij, të shijoj lojën, të shijoj futbollin. Ato zakonisht e bëjnë skuadra që nuk kanë një nivel teknik të duhur dhe aty duket pra diferenca mes Francës dhe Paraguajit në këtë rast. Dakor, problemi është kur merr provokime, mendjesh ajo do të jesh shumë stërvitur nga ana psikologjike. Ajo tregon shumë i pjekur dhe i matur vërtetën. Deri diku brenda një limiti më pëlqen që kundërshtari e shikon si një armë të fortë edhe provokimin e atij që ka përballë. Është po brenda një limiti. Është pjesë e lojës. Po prandaj arbitri për te limiti duke kalu, po ama duke u kontrolluar nga arbitri. Nëse arbitri futet, thot vazhdo vlla bieri ti. Nuk e di se kam Diego domethënë çfarë mendimi kishte Lorenzi për mos kartonat e dhënë të këtyre kushtet të këtyre kështu shef konspiracion të fuqishëm aty. Ashtu ishte kundër. Shef një tentativë për ta ndalur Francën. Po. Dhe un çdo gjë që çdo ditë që kalon marr disa konfirmime që nuk po i kuptoj se çfarë po ndodh. Se sot për shembull, ndeshja France-Marok nuk mund të arbitrohet nga 8 arbitra Argentinës. Është pa imagjinueshme. Si mund të jenë aty? Duhet diu që Argentina është lojë. Po. Çfarë ndodhi në finalen e fundit? Po, është. Argentina është krahun tjetër, Franca është ekipi më i fortë. Lajmet e fundit që FBI po heton Federatën Argentinase për gjëra të ndodhura në Amerikë. Federata Argentinase. Po mirë pra, këto janë kështu pastaj, po pse arbitra nga Federata? Federata po varet, pse nga varet? Kjo FBI-t. Për këtë thonë që në të vërtetë diçka që ka nisur shumë kohë më përpara, po tani normalisht po del në pa për arsye që se si shkojnë ndeshja. Jo, patjetër po them, ka fjalën si institucion, po nuk po them për pra nuk është se nuk do të ketë një rregull tani për pjesën e arbitrave, zakonisht me sa di unë janë gjithmonë të përzier me shumë shtete të ndryshëm. Si ka mundësi që janë të gjithë nga Argentina në këtë rast. Ndoshta duke luajtur France-Marok, normalisht nuk duhet të jetë një arbitër evropian, se mendohet që evropianët do mbrojnë pak Francën. Po as arbitër afrikan. Po ja pra tash kjo që Argentinas më duket po dal ke arbitrat pra domthon. Po dal ke arbitrat pra. Dini ju pse nuk arbitrojnë arbitra anglez Argentinën? Pse? Po keni një ide? Nga ajo ngjarje atëhershme. Nga 86. Nga Maradona. Jo. Nga pushtimi ishte në Falkland. Domethënë histori jashtë futbollit. Po jashtë futbollit edhe prandaj domethënë nuk do kanë është fakt. Edhe kanë lëtuar dhe gazetarët që në një nga arsyet që sepse nuk kanë Argentina nuk ka dashur kurrë që Anglia ti drejtoj. Se mund ta vendosin vet? Nuk mund ta vendosin. Nuk e vendosin, po fakti është se kanë arbitruar. E kuptoj. Domethënë, okay, pra kjo duhet. Po ti mund të çosh një kërkesë. Kjo do të parë, sepse edhe shpjegojnë domethënë që është një nga arsyet e forta pikërisht kjo domethënë armiqësia që ka Argentina me Anglinë për sa i përket ishave Falkland. Megjithatë unë nuk do isha kundër një arbitri evropian sot, edhe pse është duel France-Marok. Besoj se europianët janë më fair, më ftohtë, më disiplinuar, kanë treguar europianët në çdo moment që ai që gaboi atë ditë me Argentinën me Egjiptin ishte europian. Më i mirë francezi po. Po në dhomën e varit, sa aty erdhi ndërhyrja. Aty pastaj më i miri, besoj ai është për mua është një arbitër shumë me kontradiktor ai që ishte, kështu që gjesi ajo me Argentinën dhe Egjiptin u pa që kishte deri diku disa ndryrje shumë të vogla, besoj që bën diferencën, por që kjo pjesa e arbitrave është ajo pjesa jashtë fushës që vendoset te futbolli edhe ajo skuadër në fund ditës që është më mirë teknikisht dhe taktikisht, besoj se në fund arrin të fitojë vogël ndonjëherë. Jo, dakor, po ka një gjë, ne kemi
folur shpesh edhe gjatë pasos gjatë vitit këtu. Si fiksohen ndeshjet. Pra, në skuadra, në ekipe, pras kampionate në fe nuk po i fus tot 4-5 ndaj sepse domethënë s'du ta mendoj që ka ndodhin situata të ndodhin. Po aty ndodhin do apo s'do skuadra pra klubi. Auton për të bërë diçka, pra militarët e kurse në këto raste ai që do të ndërhyj, nuk do ndon ke skuadrat. Dhe ku ndërhyn? Ke gjyqtar. Dhe bën këtë që thot Glendi, pra që se ato ndimat se çfarë duket ndime e vogël ty që ta anulloj golin ai nga 100 metra nga porta dhe të bëhet gol, ta anulloj golin. Në atë pikë do ishte 13-0 jo ndeshje. Edhe ndryshon komplet pastaj gjithë loja, gjithë mentaliteti i lojës, gjithë ajo atmosfera. Sa gjëra ka ashtu ti mund të fush në fjalë faul, mos i ka një pasim ose 2 pasime maksimumi deri ke porta, po ta marrësh topin ke fundi atje, vish bësh gol tu mas shumë raste kanë qenë gjithë botror kanë qenë shumë raste të tilla, unë besoj që ky botror ka qenë më shumë i luajtur edhe jashtë fushë. Përveç se brenda saj gjithçka u prishte ajo telefonata. Ajo e thyu besimin, se deri aty ishte një lloj besimi. Gjithashtu tani kur ai thotë, unë e mora në telefon, i thash, ç'a bën ai arbitri, ç'a kështu, pse nxori kartonë kuq. Ai ja heq. Ajo tregoi shumë për paskena, them drejtën. Unë vërtet simpatizoj. Vendos një organ i pavarur, pastaj unë vërtet simpatizoj Cristiano Ronaldo, por gjithsesi në ndeshjen Portugali-Kroaci nuk ishte as pak e drejtë, edhe ajo pjesa për mendimin tim të topit, të sensorit, të flokut, se e kemi diskutuar, nuk ka pas as lloj devijimi, kështu që edhe aty un kam pa një padrejtësi, kështu që plot të tjera, po këto më të fundit, duke qenë se ndodhin, por në farë mënyrë që kemi folur gjithmonë, edhe varin në farë mënyrë tani në vende shpesh herë dëmton futbollin, domethënë me këto lloj nuk ka pas fare vëmendje. Unë kam thënë pak dje për pjesën e golit të parë të Argentines. Nuk e kemi pa fare atë replayin deri në golin e dytë. Ju e keni pa, keni vure që nuk ka dal, edhe pastaj më duk sikur mund të jetë edhe rregullu imazhi të varit të krahut. Deri aty nuk besoj për atë, po që fati që nuk e japin, ajo domon tregon që okay, le të kaloj, mos më, po. Pra tani nuk kam e vetmja pra që mund ta ketë vure. Ndoshta nuk donin me vënonin lojën, don teste loja në atë. Kemi pa ndeshje që kanë përfunduar me kishte nevojë për ritëm. Sot Franca është favorite dhe ka një përqindje 68 në krahasim me 32 që është Maroku në përballjen e sotme. Domethënë ka shumë diferencë. Franca, për mendimin tim, është nuk do tash unë do të kthej pak Marokut, domethënë meqense se nga që më bë fiksim se rrafë Kanadan edhe panete do të ka marrë në Kanadas. Sepse pjesë e parë mbani mend Kanada Marok. Maroku ishte inekzistent pjesë e parë. Pjesë e dytë, pastaj ato kanë shumë element teknik më fjalë brenda, shumë element shpejt. Dhe e zgjidhen me një goditje dënimi, e kupton? Edhe pastaj 1-0 u aploja ata të pa vendosur, pastaj u skem mirë realizuar patjetër, por që nuk kërse se dominuan Kanadan. Jo, edhe rezultati ishte pak i gënjeshtër. Ai rezultati nuk shkonte në atë ndeshje se Kanadaja në këtë kontekst po them domethënë Franca patjetër do ta ketë aq lehtë, po që 68-32 për mua qëndron. Domethënë dy fish për mua Franca është favoritja kryesore për ta fituar kampionatin botror, për te zgjidhjen, por që për shifrat, për statistikat janë. Patjetër, ajo unë kam thënë diku tjetër që Franca ka gati 3 ekipe të para. Domethënë ka luksin të lënë në stol lojtarë si vetëm se sot ka një shqetësim. Okej, ndoshta edhe eksagjerova. Sot ka një shqetësim sepse Olize ka një karton të verdh që nuk ja hoqën pas kërkesës, kështu që ai duhet bëj shumë kujdes sot që mos të teproj për të marrë një karton tjetër se mund mos luaj pastaj në gjysmë finale. Po. Me këdo që ti shfaqet përballë. Ajo që më habit mua domethënë po se okay, kjo nuk është fakti që Donald Trump e tha vetë, domethënë nuk është shfaqje, domethënë se tash gjërat ndodhen, telefonata bëhen, kupton, edhe këtu marrin biznesmenët e marrin ramën telefon, leja gjon atje, dihet pazari, kështu që nuk është në gjë që s'dihet, por që të dali presidenti i Amerikës dhe thotë ç'a bëri, thotë bëri gabim, iku nga loja. Po pse tu dron ka dhënë tjetër? Pra ky lloj arsyetimi kaq sepse nuk është naiv, jo. Ky është e tregoi naiv ai që ai këtë e tregon atë domethënë që tani ai do atë fuqinë vet, domethënë të mendon se çdo gjë rregullon. E mendon ai se rregullon, e kupton? Dhe ai do rregulloj botën. Po kjo është pa precedent apo jo? S'kanon ndonjëherë. Asnjëherë. Kështu që ai detyrimisht domethënë do ketë pasojë, po të marrë botrori domethënë pasojë në sensin që nuk do zgjihet më. Auto Infantino, po gjithsesi shkojmë pak me lidhje me informacion dhe në pjesën e dytë pastaj do t'ju njohë si mund të luajnë dy skuadrat sot.
Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli online, zgjidh siguracionin që ti do. Pron, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. FIFA ndërkohë ka shënuar rekorde me klikime, 20 miliard klikime nga videot e FIFA-s për botrorin, ndërsa Viking Row, festa e vikingëve, është video më e parë me 172 milion shikime në gjitha platformat online. Publicitet dhe rikthehemi këtu me informacion. Pjesën e dytë të pasos me Livian që ka një informacion tjetër shumë të rëndësishëm. Koha më mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Birra nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar. Kështu që përfitoni nga këto ofertat sepse janë deri me datën 19 korrik. Spar pranë familjes çdo ditë. Për t'ju njohur pak me informacionet, Franca nuk është se ka ndonjë ndryshim të jashtëzakonshëm, paktën nga formacioni që fitoi herën e fundit. Luan me Menjo, Teo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé. Me sfush mungon Chouameni, vazhdon me Kone dhe Rabiot, dhe pastaj katëshja përpara me Barcola, Olise, Dembele, Mbappé. Ka çerki prapë sol. Sot, po, çerkin sol. Sot Deschamps kishte thënë që kur e kishin pyetur për në lidhje me sulmet të raciste që ka bërë Mbappé, tha atij nuk i intereson asgjë tjetër, tha vetëm goli dhe fitore e skuadrës. Do të pak a shumë i mbylli polemikat në lidhje me vet, po ta vësh re që nga i gjithë sezoni që është bërë deri tani, Mbappé ka qëllimi kryesor i tij është të marrë topin e artë. Është shumë e dukshme në ai nuk ka menduar shumë edhe për ekipin, për vetë Real Madridin gjatë gjithë sezonit, ka menduar më shumë për veten, edhe të shënonte sa më shumë gola, të bënte performanca individuale shumë të larta dhe të mira, edhe e njëjta gjë vazhdon edhe te Franca, kështu që mendoj që Mbappé nuk ka shumë ide për kritikat që i vijnë ndaj tij. Për ndryshe do vetëm fokusohet në ndeshje. Ndërsa te Maroku konfirmohet që sot Sajbari nuk luan, nuk është gati për të luajtur këtë ndeshje. Kjo është dëmtimi i dukshëm. Trajneri ka thënë që shpresojmë ta rikuperojmë për ndeshjen e radhës, por nuk e di a do të jetë ndeshjen e radhës apo. Mori hamstring apo mori pjesën e mbrapa. Muskujt e shpejtësisë. Apo shpejtësisë, po. Muskujt e shpejtësisë konfirmohet që sot nuk është. Në fakt lind kjo pyetje sepse tani këto futbollistë apo lozin çdo 3 ditë nga shtet lëvizin, po si rekuperojnë, domethënë është shumë intensive. Se përsëriten dhe formacionet, janë po të njëjtë që luajnë. Pikërisht, si mund të rekuperojnë në kohë kaq të shkurtër? Ose si ushqen, regjimi ushqimor. Edhe si ushqen, po patjetër. Tash ti bëre një pyetje shumë interesante dhe domethënë shumë njerëz duhet të lexojnë për të dhe të kuptojnë se çfarë domethënë ti je futbollist profesionist. Pra në të tilla raste po marr vetëm shembullin e Anglisë për shembull, që bëri një fitore historike legjendare në Azteca. Anglia rri me bazën e ka në Kansas City. Kansas City në Amerikë mbahet për qyteti i tornadove fatikisht, pra çdo shtëpi, un kam qenë atje 2 herë. Çdo shtëpi atje ka basement, pra ka bodrum, ku ata njoftohen nga këto apo që futen brenda. Shteti i mesit të Amerikës, është në mes. Me ashtu shtëpitë e drurit kështu, me dru. Jo, është mos shtëpi kur kalon ajo. Jo, nuk janë, shikon, kur themi dru, nuk është domosdoshmërisht dru, po gjithsesi kanë mund të jetë dru, mund të jetë gjys dru, gjys tull. Por që kanë gjithë bazamente poshtë, por ka dhe qytete të reja të bëra që janë spektakolare dhe një nga ato por i Anglia. Po. Dhe për te domethënë që gjatë gjithë sezonit janë ndjekur nga stafi i ekipit kombëtar, pra ngarkesa dhe të tjerë, mbas çdo ndeshje, kur vinë në ditën e nesërme të ndeshjes, kanë një ekran të madh aty ku shohin çfarë do haj secili. Secili ka dietën e vet. Marrë po sepse kanë parë çfarë energjie kanë çu secili. Është sa kilometra ka bërë secili dhe sa sprinte ka bërë secili. Është grupi dhe i gjatë që kanë ushqime. Po, ato që vjen krah kanë një që një orë që quhet një po lexohet pak të CHLO Blum që ajo i jep informacion për çdo gjë që ka në organizmin lojtar. Ajo nuk ka shorë si do të thotë këtu kjo pjesë hyn shkenca në lojë. Jo, pastaj është gjithë pjesa operacionale e ekipit kombëtar dhe për shembull mas ndeshjes me Meksikën që fituan dhe ishin kishin një ditë pushim me familjet, relax dhe atë 3 gjëra që përdorin janë turmeriku, që është një familje gingerit, ginger dhe omega 3 vaj peshk. Gingerin si e konsumojnë pastaj? Në çaj me një gjë kështu, çaj në anglisht. Ka që hajnë më gjallë sa një dita. Te turmeriku na hajnë gjallë. Po të shikosh në turmeriku është si bim, kështu po është familja e gingerit. Dhe hajnë dhe gjallë.
Pastaj relax në padel, në golf. Pra mbrapa, por ama regjimi dita mbrapa ndeshjes. Po ama regjimin e ka secili të personalizuar, pra në bazë të ngarkesës që merr. Kjo më duket gjë e jashtëzakonshme. Po ndryshe nuk është ai performancë që bëhet, a kupton? Pra duhet kuptosh ndryshojnë. Pra dhe me ato buxhete që kanë, ekipet kombëtare kanë mundësi ta bëjnë këtë gjë. Pra nuk i lasi gjëra sësisë. Po këtë nuk besoj që bën vetëm Anglia, besoj gjithë to kombëtarët e elitë janë. Mora Anglisë si shembull, po të gjithë kanë Franca, Spanja, pra janë të gjitha që i ndjekin lojtarët e tyre nëpërmjet disa të dhëna statistikore gjatë gjithë vitit dhe sidomos kur ka edhe kampionate botëror ose europian që të rikuperohen sa më shpejt sepse ne dimë që numri i ndeshjeve është rritur shumë. Pra më përpara nuk kanë qenë kaq shumë ndeshje, por sezonet tani po ndeshjet po shtohen edhe ka një intensitet shumë të madh që trupi njerëzor nuk i edhe zgjedhja e formacioneve në neshjet miqësore përpara botërorit vjen mbi bazën e ngarkesës që secili ka pas gjatë kampionatit, pra që mos i dëmtojnë shumë, që thoshim ne pa neshin anglisht miqësore, po si ishte mirë apo gjithçka me statistika dhe me numra me okay. Ato kanë informacion tjetër për çdo ndeshje, domethënë ne shohim gjë tjetër, ata kanë gjë tjetër. Kjo pjesa që çon mes nga hoteli dhe kanë ekranin se çfarë do haj secili atë ditë, pastaj është në ekran. Livia për shembull, do haj makarona mëngjes ose grosha në mëngjes. Ju keni Norvegjin që ka sjell ushimin nga ndej, ju keni Haaland është shumë virale dhe dieta e Haaland. Po sigurisht pa qejf nuk se kur ti lexova apo. Po pra, rrezikon. Po kalojnë viroz. Po kalojnë viroz. Do ta marrin veten, Po di pse kanë marrë virozën. Them unë, se për shaka. Se mas fitores ata italianë tani jeni të lirë tani se s'keni full. Edhe janë shpërndarë kush i mbaruar. Nga storitë e Haaland po shikonte ndeshjen në qetësi sepse është Haaland që ka përdorur Snapchatin dhe nuk e di, po na marr me memet e tia shumë gjallë për te futbollit. Po një batutë më fal, gjithë të pres, një batutë se me prapë në samitin e NATO-s ishte kryeministri kanadez dhe kryeministri norvegjez. Po. Jo, më fal. Kanada me Norvegjin firmosën një marrëveshje të miliarda dollarësh për prodhimin e nëndeceve për ushtrinë kanadeze. Dhe në batutën e sipër, kryeministri kanadez i thotë që me këtë kontratë tretë që bëm, lutem botronin tjetër ne japim pak borxh Haalandin për neve, për Kanadën. Pra një batutë në mes të zyrtarizimeve të tilla. Dgjoj, doja të bëj një pyetje, me që kemi edhe pak minuta. Ore, Jamali kur do filloj? Kur do luaj? Xhemali. Po. Se po e shohim fare, është i vetmi që po i mungon. Kërkojnë ndjes për tifozët e Francës, Barcelonës e të Jamalit, po thjesht për shaka kërkojnë ndjes. Po sigurisht dëmtimi ka bërë punën e vet, domethënë, po nuk është se po duket, ka ato shkëndijat e veta. Dhe është ndeshja tani që duhet t'rregoj që se sa prisje diçka më shumë nga Jamali, prisnin diçka më shumë apo jo? Apo jemi okay në me sezonin që kam parë me Barcelonën, edhe aty ka pas shumë probleme. Ai ka kaluar një pupaxhi, mos e di. Jo, pupaxhin e kaloi. E kaloi përpara. I la disa javë jashtë dhe u bë dhe një dëmtim tjetër, kështu që besoj se Jamali nga sezoni që kam parë nuk është se prisja një Jamal si në Euro 2024. Dëmtimi tjetër ishte fantastik kur goditi penalltin me Barcelonën. Me Barcelonën po aty i duhej një kohë 8 javë. Për doktorët e Barcelonës për rikuperim. Ndërkohë kampionati filloi për 6 javë. Dhe nuk e pritshim pra. Pra ai akoma është 100%. Nuk është 100%. Dhe nuk është, por që ai ka gjithsesi influencën e emrit dhe atë që ka bërë nga europiani, besoj se Spanja si jep një shtys edhe kur ai nuk është në 100%-in e tij, mjafton që ai të jetë aty në fushë dhe sigurisht ka një sensibilizim ndryshe. Sot po lexoj një informacion, prandaj ju bëra këtë pyetje, në Spanjë kishin bërë një analizë tek dëmtimi i Nuno Mendesit, tek ai vrapimi që bën të dy. Domethënë Jamali si e dribloi, si ishte i vetmi driblim që bëri gjatë ndeshjes. Si e kaloi përpara, ai u dëmtua, ky s'u dëmtua. Domethënë edhe merrshi në një analizë që ai moment mund t'i ndryshojë gjithë botrorin Jamalit. Fakti që ai shpëtoi aty. Pra ai nuk u dëmtua në atë sprint, nuk pati probleme ke dëmtimi i tij i vjetër. Mund t'i ndryshojë dhe mund t'jap më shumë besim për ndeshjet që vinë mbrapa. Ai domethënë kaloi aty sipas Asit, bën një opinion të vogël. Sipas Asit ai aty kaloi provën më të rëndësishme që s'do ketë më frikë që çfarë do ndodhi mbrapa. Aty e besim për të tentuar pra vetë. Me ato 6-7 sekondat e atij sprintit. Por unë besoj se për te sprintit që ka qenë Glend, unë besoj që Nuno Mendes u dëmtua sepse ai bëri atë bllokimin e topit kur Jamali kërkonte që ta fuste në zonë dhe në momentin që ai bëri sparkatën, aty
këmba e tij, domethënë pjesa mbrapa e muskujve të shpirtësisë pati një tërheqje, aty e vura re dhe më pas u duk që ai po kishte probleme, por besoj se ajo pjesa e sparkatës ka qenë i gjithë problemi Nuno Mendes, sepse deri ke sprinti ishin të dy okay, në momentin që ai bllokoi topin aty pati dhe atë, sepse ajo vjen nga lodhja e muskulit, ne dimë që Nuno Mendes është një moment, por që gjithsesi dimë që Nuno Mendes është një pikë kyçe te Portugalia dhe ka dhënë ndeshja komplet pas daljes së tij unë mendoj. Për te zgjidhave gjithsesi një pikë kyçe te Portugalia dhe te Paris Saint-Germain ka bërë një sezon fantastik, besoj se lodhja u duk edhe besoj se numri i ndeshjeve që ai ka në krahasim me Yamal edhe ka rënduar pak nga pjesa muskulaturës. Ato dëmtime të tilla janë atëherë kurse pret se ne gjithë kemi provuar. Do të thonë aty ku ti mendon se je top, aty ndodh ka ndodh. Yamali po godiste penaltin aty i ka ndodh Havertz, i ka ndodh Motel edhe Mikel Merino. Fakt ta shoh Yamalin këtë radhë, nuk e di. Duket sigur i ka ardhur tani momenti. Domethënë sigur vetëm ai po i mungon pak botërore, tani që do hyjnë ndeshjet e rëndësishme. Tani është bërë më së 8 javë nga tani është plotësuar 8 javësh. Ndoshta tani është kohë. Nuk llogari ashtu, se ai ka hyrë para kohë. Po ta shikoj ndeshjen e para ishte më i qetë. Ishte më i qetë edhe ai goli që bëri ndeshjen e dytë me Arabin e qetësoi pak sepse gjithë tjerët kishte presion. 3 gola Messi, gola Haaland, gola Mbappé. Ndërkohë Yamali që presin gjithë nuk ishte. Po tani do kthej. Po flisim që para punën e rekuperimit, e njëjta gjë është edhe me këto. Pra, stafi nga brava është. Që ka një çantë me një vlerë shumë të madhe, por me ca varse të vogla simbolike, siç mund të jetë flamuri spanjese, edhe ka varr dhe kupën e botës. Po e ka varr. Pas ka marrë. Pas ka fituar Yamal. Parashikimi për sot. E fundit do mendoj që do kaloj Franca. Kalon Franca. Do jetë shumë e vështirë për Francën. Normalisht 90 minuta apo jo? Mendoj që mund të shkojë. Jo, nuk mendoj që do shkojnë në penalti, por në kohë shtesë po mendoj. Nuk do jetë kaq e lehtë. Franca kualifikohet në kohë shtesë, Livia. Aladin. Barazim, e gjitha barazim penalti Franca. Penalti Franca. Sa guxut. Shtohet më shumë 3-1 fiton Franca. Brenda 90 minutave. Po. Brenda 90 minuta fiton Franca. Shënon Mbappé apo jo? Të këto 3 gola. Patjetër se do fitojë Messi, do fitojë Messi kupën e botës. 2 gola. Kaç për sot në paso, rishihemi dhe ridigjojmë nesër në orën 14. Mos harroni sot Francë Marok në orën 22.